del një person i maskuar. Lirdona thot, ku kohojni, qoj dur këtë kohën kështu. Ajo që e thot prokurorja është shpifje, i merr ato, telefonin tem, paret, jo, telefonin, jo, paret, kur kom dal nga vetura dhe nuk kom guxu më kthy mrapa, kom vazhdu me ngajt me fëmijë, e kthej kokën mrapa, shoh se nuk është Lirdona askund. Shënjestër.net. Kom vazhdu në drejtim të shtëpisë. Të shtëpisë në Bernicë, po. Dhe nuk e di so 500 metra, po ashtu diçka nuk e di. Para se me mritë shtëpia, do të thot, pa prit mas nga una e majt e ime, nga therrat, apo si më thujt ato, del një person i maskuar në mes të rrugës, duke drejtuar armën në drejtim tonin. Qysh ishe tullur ju në automjet? Unë isha vozic, Po? Lirdona pasagjere, fëmija ishë mrapa. Fëmija mrapa. Po. Edhe? Edhe Lirdona thot, ku hajnë ata, po hajnë, nuk e di diçka kështu. Edhe une e nga dalsoj, i qoj dur këtë kohën kështu, e nali makinën, i qoj dur këtë kohën, dhe personi maskuar afrohet të thot ishte në mes, edhe vjen të drejtarja ku ishte Lirdona ullur. Lirdona e hap drejtaren, se e hap drejtaren në gjys, apo nuk e di sa, dhe unë i kisha paret në gjep, sepse kulet nuk komojt kur, s'moj, i kisha paret që i kisha në gjep, edhe telefonin, dhe ato i adhon, aje zgat dorën edhe i merr ato, telefonin tem, paret, jo, telefonin, jo, paret, edhe telefoni ja e Lirdona dvetin edhe paret, dhe une Çfarë sasie tolla ka qenë? Çfarë shumë? Nëse e di, rafërsisht, jo? Nuk e di, disa qindra euro. Jo më shumë. Jo më shumë, a? Jo. Disa qindra euro, jo më shumë. Dhe unë kom mendu që grabitja po bëhet për vetur, sepse mu, si që thash, më doli një person për para, nuk ka qenë i parkum automjet e ti, apo diçka që unë e kom pa që është me makinë, unë e kom mendu që për grabitet vetura. Dhe kjo është edhe arsyeja pse kom dalë prej veturës. Kur kom dalë nga vetura, më ka thonë telefonin, dhe e kom zgat dorën mi tavan të kerit, dhe më thonë e ka morë telefonin tim. E kom hap derën e kerit të fëmive, fëmija kanë ngajt, edhe unë kom ngajt pas tyre. Tu me ndu që kur të largohem unë, lëshon rrugën prej Lirdonës edhe del e merkiren. Pas vetëm disa sekonda, kom dëgju krismën, mu ka ndohë si 2 krisma në atë moment, dhe kom mendu që është po shtën në drejtim tonin. Dhe nuk kom guxu më kthy mrapa, kom vazhdu me ngajt me fëmijë. Dhe kur po shoj, do thot pas disa sekonda prap, e kthej kokën mrapa, e shoh se nuk është Lirdona askund. Dhe në atë moment vjen një vetura e zezë, ajo që ishte në pamje, dhe në atë moment makina vjen në drejtim timin edhe të fëmijëve. Ishte shumë afër për me na godit. Nuk e dija humbi kontrollën apo pse, por ashtu ndodhi, edhe vetëm i kom kap fëmijët, edhe në moment e ka kthy vollonën edhe ka vazhdu drejt, por në shpejtësi të madhe. Dhe në atë moment ka qenë po ashtu i maskuar, i nderuar trup gjykues. Unë në akt akuz
akuzohem që e ku majt me dorë gruan time momentën e saj të fundit të jetës. Unë ju betohem Me dorën e djathtë po. akuzor që ke marrë ato dorën e marrë, që të thonë dheshta me pyet, po të jepë shpjegimin. Do thonë me dorë E të ka djathtë. mbajtur me Që- dorën po. e gjatë, me dorën e gjatë gruan time në dorën e majt, për me gjatë. botë të mundshme ekzekutimin e gruan saj. time në momentet e fundit të jetës. Po nejmë, Unë ju betohem në 2 fëmijët që i kam. Ju betohem që në emër sele as në makinin nuk ka qenë në momentin kër është vrarë Lirdona, as unë as fëmija. Ju betohem, kjo është vetmja e vërtet. Ajo që e thot prokurorja është unë shpifje. Kjo është edhe arsye pse kemi kërkuar konstituimin e vendit të ngjarjes për ta sqaruar këtë moment. Se aty kanë qenë 3 shtëpia. Dhe unë e vrapoj sepse kur deshta më kthy te Lirdona, fëmia nuk malçojshin dorën se u tutshin, edhe kanë qenë 3 shtëpia aty. Dhe unë vrapoj tek dyrët e shtëpive, edhe i mshoj aty dyrëve, edhe bërtas, nuk e hap askush. Tash ju shpjegoj pse kom vrapu të marketi, sepse do thot në ato 3 shtëpi nuk doli askush, nuk na hapi derën askush, doli një gru në shtëpinë e fundit, doli një gru në dritare, e moshume ishte. Dhe i thëm, lajmëro policin, dhe ajo më thot nuk di, thot. Shënjestër.net